Ju pastaj marrët edhe detyrën e kryetarit komunës së Suarekës. Me çka mund të krenoheni ju gjatë disa mandateve që keni qenë kryetar, cili ka qenë ai fokusi kryesor i punëve t'juaja si udhëheqës përkatësisht menaxher i komunës së Suarekës? Situata pas luftës ishte e rëndë. Atë pjesën më emergjente nashta fillun dhe kogje me sukses e përfundun administrata ku ishte UKA kryetar, po ende ishte emergjente. Dhe viti 2002, kur erdhën në kryetar, ende ishte gjendja e rëndë komunën tonë. Dhe sikur e kishim rënë një zjarr fiksit, që fiknim gjitha ato probleme që kemi pas në komunë. Po megjithatë kemi pas edhe ide dhe kemi kthyer perspektivën në ardhshme. Unë kujtohet që njëherë kur shkonin bisedonin me ministrin e financave të atëhershëm zotin Ali Sadria për një kanalizim të fshatit Dëbërdelan, unë në ndërkohë rrugës po mendoj, po në ministri do duhet me kërku diçka më tepër, mos kërkojmë për një kanalizim themi. Dhe në atë aspekt unë me njerën e ndërrova prioritetin edhe isha shumë i thtar i sportit dhe për kërkoj ministrit na përkrah për ndërtimin e palesës sportive. Besoni që pa një pa dy ministri i atëhershëm një burr shumë i fortë, ta po do t'i përkrahojmë edhe sot palestra ku kemi ndërtuar në vitin 2004-2005, besoj që ka qenë nështë palestra e parë e komunave që është ndërtuar në Kosovë. Dhe ajo ka shërby që sot shumë sportet në ato të zhvillohen, keni perspektivë më të madhe. Pastaj kam vazhduar edhe me stadiumin e Ballkanit, ku me ministrin e atëhershëm do të kujtej Pshala kemi nxjerr fondin me të kemi ndërtuar, duke edhe përmbush një nevojë të madhe të infrastrukturës rrugore. Të gjithë kemi qenë të rritur që të kemi rrugë të mira. Edhe ne kemi bërë punën më të madhe, ne si administratë kemi bërë që rrugët kryesore ti asfaltojmë, edhe ato shpesh duke u varur edhe nga donacionet, nga ndihmat që na japin ndërkombëtarët. Nuk kujtohet si sot që për rrugën për Vraniç dhe rrugën për Budakov na ka ndihmuar qeveria austriake me një projekt rreth grumbullimit të qumshtit për një qumshtore që hapur në Tiranë. Tash kemi shfrytzuar çdo hapësirë që ta ndërtojmë Tiranën dhe besoj që ja kemi arritë mjaft mirë.